Vllaznia ka marrë një fitore të rëndësishme në Dinamos në ndeshjen e radhës për kampionat, ku qeblut fituan me rezultatin e pastër 3-0 fal goleve të Çatos, Dodoj dhe Balaj. Pas sfidës trajneri Tomas Berdaq tha se kishin përgatitur ndeshjen në maksimum. It was a proper game. Ishte një ndeshje që e lutëm mjaft mirë nga ekipi. Because we prepared this match really maximum. E kena përgatitur këtë ndeshje në maksimum. And this is a point, what I like very much. Edhe kjo ishte një pikë që më pëlqej sot. That you have, a fully week time. Që kishim një kohë plot për to prepare the team. Për me përgatitur ekipin. For those challenge, mentally. Ekipi psikologjikisht ishte mirë, po ashtu në ana fizike. Tactically. Po ishte që po atë taktikisht ishte mjaft mirë. We fully deserved. Edhe një fitore mos e meritume sot. Tani jena në pikën që besojmë që mund të fitojmë. Really tough matches, challenges like today, and this gives us the power for the next games. Shtysim për ndeshjet e radhës. Po ta shikosh si rezultat, sigurisht është një rezultat që nuk na pëlqen, sepse është një rezultat me 3 gola, por që po ta marrësh në vazhdimsi është fitoria e parë e Vllaznisë Karshi Dinamo, sepse në gjithë takimet e tjera kemi qenë me 2 fitore, ndoshta kemi shkuar edhe me 3 gola në Shkodër, pikërisht këtu. Ka qenë një pjesë e parë që ka qenë më shumë me rastet pastra për ekipin tonë, që do të thotë nëse do kishim qenë cinik, jo se po bonim një lojë të mirë, nëse do kishim qenë cinik me rastet e Zabërgjës dhe Vilës, ndoshta mund të luanim ne në mënyrën që zgjodhi të luante Shkodra mas golit parë të tyre. Ndërkohë një prononcim për mediat nuk mungoi dhe nga drejtori sportiv Tevfik Osmani, i cili u shpreh revoltuar pas kritikave për merkaton e kuqebluve. Nuk më pëlqen që të puna që unë bëj, unë nuk në momentin që jam vendosur drejtor nuk kam qef as t'jap intervista, as dal para televizioneve. Puna ime tregon gjithçka. Në momentin që unë s'bëj mirë, unë di ta marr çantën dhe nuk. Një ekip që është ndërtuar, unë jam këtu para, është ndërtuar duke më dhënë lekët presidenti dhe unë kam ndërtuar një ekip. Një ekip është sot brenda objektivit në Final Four, gjysmë finale të kupës. Më thoni ju çfarë duhet të bëjë një drejtor sportiv tjetër për ndërtuar një skuadër. Në rast se duhet diçka më tepër, unë e pranoj dhe nuk më duket normale që nga lojtarët e afruar aktivizohen vetëm 2. Sot shembulli i mirë ka qenë Repaj, edhe ndeshja në Ballç. Në rast se keni diçka, më godisni me fakte. Jo pa fakte, unë pranoj çdo gjë. Në punën që unë bëj, unë e kam përmendur, unë edhe të dalë kampion nuk jam i kënaqur, do shikoj gabimet që kemi bërë gjatë rrugës. Normalisht si loja shumë gjëra ka që të lenë që ne duhet të bëjmë një analizë, duhet të shikojmë. Por nuk është e lehtë. Mua më mbaron kontrata dhe unë normalisht kudo ku kam qenë si futbollist, por edhe si drejtor sportiv, nuk është se më mban kontrata. E thash edhe më përpara, në momentin që nuk e bëj punën mirë, marr çantën edhe ik, sepse është një qytet, është një qytet që merr vesh nga sporti dhe nuk le që ti të bësh gabime shumë. Me këtë fitore Vllaznia mbeti në vendin e 3, por me pikë të barabarta me Dinamo në vendin e 2.